A duhet vazhdimisht me këshillu dikë që e ban të njëjtin gabim, edhe nuk don me ngu? Jo. Allahu i lartësuar ka thonë, këshilloj ata, sepse këshilla bën dobi. Pra, derisa mendon që është të bën këshilla dobi, edhe është të ndiku qoftë edhe ka pak, këshilloje. Nëse shet që i ke humb shpresat, 1 herë, 2, 10, 100 herë, s'ka ndryshu dhe i shej sharetet normal, veç Allahu e di zemrën, e njerët për i sharetet e jashtme, si kur e ke humb shpresën, edhe ke pa që është humbje kohe, edhe ai si kur po bën hajgare me ty, tërhequ. Çdo gjë ka kufinën e vet. Çdo gjë ka kufinën e vet. Çka me bë? Përderisa nuk dëgjon, tërhequ prej tij. Nëse ke të afërt, mos rri me ta. Mos dil me ta. Përderisa ashtu e bën çat gabim. Edhe mama se këshilla. E rëndësishme ti me kry borxhin karshi ti dhe karshi Allahut. Zoti me të arsyetuar ditë kiametit, edhe ky mos me pas arsye ku mu kap në ditë kiametit kundër teje. Mi thonë, ja, unë të kam këshillu, po ti s'ke ngu. Po më ke këshillu, s'më ke këshillu 2000 herë, po jo, 2000 herë, nuk më me të këshillu. Të kam këshillu 20 herë, 200 herë. Ti nuk u përmirësova, unë së në rritë tani jetën ty të këshillu. I meqëm, je i rritur, je. Edhe kështu distancohesh prej ti. Edhe njerëzit tjerë nëse të thojmë, pse bes po i fol filanit, kallëzoju. I kam fol. Kaq herë, nuk po ngon. Jem të rek, jem dërzu, jem largu prej ti. A duhet me up shpresat? Jo, shpresat nuk duhet me up. Por tjetër është të kesh shpresë, të udhëzimi Allahut, tjetër është ti shohësh sebepet që s'janë favorin tanë. Shpresoj na kur si hupim. Kur si hupim. Por ka herë do sa në shihen me isharete, shihen shanjat. Edhe ti s'mund me hup tani jetën mas ti. Kështu që distancohu edhe na dikur.